dhe gati në përfundim të operacionit i smurat bën arrest kardiak. Dhe kësaj pacienti i kemi bërë masazh kardiak gati rreth gjysore. Natën nuk mund të transportoheshte me helikopter, kështu që u detyruam që të hyjmë në sallë dhe të bënim trepanacion, një operacion delikat, por e detyrueshme për pacientin. Ne arritëm që të hyjmë, të kalojmë përtej kockës, të bëjmë drenimin e kësaj. Dhe që në momentin që u bë drenimi, pacienti filloi të reagonte me drejt normalizimit. Pacienti vjen pas 6 muajsh që të bëj kontrole dhe të përgatitet për operacionin tjetër, shohim që në veshkën që ne kishim operuar, ishin filluar prapë të formoheshin gur, 3-4 gur, 1,5, 2 cm. Ajo që kujtoj është që në momentin që mori smurin sallë dhe filloi anestezia, natyrshëm nuk kisha më emocionet natyrës jashtë profesionale. Të shikosh pacientët në aspektin njerëzor, jo vetëm në aspektin profesional. Pra mos e shift, sepse ti po formohesh si mjek, po formohesh si kirurg, dhe detyrimisht si subjekt pune do ta shohësh pacientin, do bësh analiza, do kërkosh, por paralel me ta shife dhe aspektin njerëzor të pacientit.